Jonida Maliqi ka tërhequr gjithmonë publikun, jo vetëm me zërin e saj, por edhe me jetën e saj private. Ajo u dashurua në moshë fare të re, kur ishte vetëm 17 vjeç, me biznesmenin Gent Prizreni. Më pas, çifti vendosi ta finalizojë dashurinë me martesë. Nga martesa i erdhi në jetë një djalë. Themelet e martesës së këngëtares dhe biznesmenit u tronditën thellë dhe ato menduan se zgjidhja në këtë situatë ishte vetëm divorci. Pas shumë vitesh, Jonida ka planuar të flasë për arsyet që e çuan drejt divorcit. Ajo tha: "Ishte një nga vendimet më të vështira të jetës time. Ishte vendimi im për të divorcuar nga bashkëshorti, sepse në të dy nuk po i gjenim dot rrugën e përbashkët. Unë jam rritur në një familje të shëndetshme dhe kam dashur gjithmonë të kem një familje ideale dhe divorcin e konsideroj si dështimin tim më të madh në jetë." Por çfarë ka ndodhur pas kësaj periudhe? Jonida ishte në një lidhje me Romeo Veshajn, por pas disa vitesh ato u ndan dhe ajo ka vendosur që pas asaj kohe jetën e saj ta mbajë te jetë hermetike, ndërsa ish bashkëshorti i këngëtares duket se ka gjetur përsëri dashurinë. Madje, për t'i treguar Jonidës se ka hapur një kapitull të ri në jetën e tij, ai ka postuar edhe foto me partneren e tij të re. Ajo është një vajzë shumë e suksesshme dhe biznesmene nga Tirana. Është mjaft e njohur në grupet mediatike, edhe pse ka refuzuar të jap intervista dhe të reklamojë jetën dhe sukseset e saj. Burime pranë çiftit shprehen se ato kanë një kimi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin dhe lidhja e tyre po shkon më së miri.